إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun na adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. E nëse se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, vazhdojmë të jetojmë ditët më të bukura të vitit, në kuadër të muajit më të çmuar, muajit të Kuranit, muajit Ramazan. E me thekst veçantë jemi në ditën më të çmuar të javës, në ditë Xumaje, e cila përpos që është vlerë për secilin prej nesh, është edhe bekim nga ana e Allahut ndaj nesh. Nga se Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep një mundësi të tillë të përjetimit të këtij muaji, në veçanti të kryerjes së obligimeve tona karshi Allahut, vetëm se atyre që i do. Vetëm se atyre të cilët i përzgjedh me vlerat që i kanë dhe me të ardhmen e ndritur që Allahu sheh për ta. Dhe lutim Allahun e Madhërisëm që të jemi për atyre të cilët fundin do ta kenë më të mirë se sa fillimin. Fundin do ta kenë të artë, do ta kenë fund madhështor që si rezultat i atij fundi do ta fitojnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ramazani të nderuar vëllezër, post tjerash është edhe muaji i ngjarjeve historike, i ngjarjeve të mëdha. Dhe në kuadër të këtyre ngjarjeve, padyshim se është edhe ngjarja e betejës së Bedrit. Ajo që ndodhi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Pas 13 viteve, tortura, persekutime, madje dhe vrasje, jo të pakta, ndaj muslimanëve, atëherë Allahu i Madhërisëm i lejoi besimtarët e tij që të vetëmbroheshin, sepse deri në atë kohë kishin të ndaluar që të luftonin, nga se nuk ishin rrethonat e pjekura dhe të volitshme për ta bërë një gjë të tillë. Dhe Allahu kujdesej për të ardhmen e besimtarëve të tij. Prandon se ishin persekutuar shumë rënd dhe kishin të drejtë absolute që të ankoheshin për atë që po ju ndodhte atyre padrejtësisht nga paria mekase dhe shoqëria mekase në përgjithësi. Por Allahu nuk lejonte që ata të vetëmbroheshin sepse do të shkatërroheshin. Derisa erdhi koha që ata të emigronin në Medinë dhe pastaj Allahu i lejoi ata që të vetëmbroheshin. Pra, siç thot Allahu në Kur'an, "Waqatilu alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu." Luftoni ata që ju luftojnë. Pra, për arsye se ata që ju luftojnë juve, ju duhet vetëmbroheni me luftë. Dhe lufta normalisht që mbrohet me luftë. Por kurse si mos i te kaloni kufijtë Allahut, dhe kjo është edukata kuranore që Allahu na mëson, pavarësisht nga ajo që ne kemi një armik përballë vetes, kjo neve nuk na jep të drejtë që ti te kalojmë kufijtë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe muslimanët i ndërmorën gjitha masat e nevojshme të vetëmbrojtjes dhe u organizuan ndonë se ishin shumë të pak në numër, sepse as vetë ata nuk e dinin që do të ndodhte betejë e Bedrit. Ata ishin nisur për diçka krejt tjetër, për t'i dalë në prit karavanit që e udhëhiqte Ebu Sufjani,
e që pasuria e këtij karavani ishte komplet e muslimanëve, të cilën u konfiskuan atyre në Mekë dhe nuk lejuan që ta merrnin me veten në Medinë, ata dolën për ta marrë pasurinë e tyre. Por pastaj çështja mori kahje tjetër. Allahu kishte planifikuar krejtësisht diçka tjetër. Edhe u detyruan pastaj që të ballafaqoheshin, sepse Ebu Sufjani iku mjeshtrisht, e shpëtoi karavanin dhe shkoi pastaj edhe e organizoi ushtrinë, i mobilizoi ata dhe erdhi me 3 fishin e muslimanëve dhe u përballua me ta. Muslimanët nuk ishin më shumë se sa 313, eventualisht 314 prej tyre, varësisht nga transmetimet që tregojnë, por betejë e Bedrit dëshmoi një gjë të jetë madhështore. Dëshmoi se fuqia e imanit triumfon ndaj forcës së madhe, numerike apo ushtarake. Ndonë se armiqtë e tyre ishin 3 fish më tepër, por çfarë bëri që ata të imposhtin ata? Është fuqia e zemrës, fuqia e imanit, që do të thotë kur ti lidhesh me Allahun subhanahu wa taala, nuk ke pse brengosësh. Thjesht duhet të ndërmarrësh shkaqet e nevojshme dhe të përcaktuara nga vetë Zoti, e pastaj çështën e adorizimit Allahut, dhe ai e merr përsipër suksesin tonë. Dhe aty ku Allahu e merr përsipër, nuk ka mundësi të ketë dështim. Wa man nasru illa min indillah. Nuk vije fitoria, nuk vije ndihma vetëm se prej Allahut. Pra nuk vije nga aftësitë dhe mundësitë tona. Aftësitë dhe mundësitë tona i përmbushin shkaqet e nevojshme të realizimit të planeve të Allahut subhanahu wa taala. Por fitoria, suksesi dhe çdo gjë tjetër vije vetëm nga Zoti i Madhrishëm. Gjithashtu për ngjarjeve të mëdha që kanë ndodhur në Ramazan është edhe çlirimi i Mekës, kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam vije dhe e çliron Mekën, ndonë se një gjë e tillë ishte e pa imagjinueshme për parin mekase. Ata nuk mund ta besonin që do të vinte një ditë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam së bashku me besimtarët e tij do të vinin dhe ta bënin haxhin e umrën lirisht. Erdhi me 10.000 ushtar, me tekbire, me telbije, me ihram, edhe hyn si çlirimtar. Edhe nuk pat nevojë që të ballafaqoheshin me ndonjë rezistent fuqishme, sepse gjithë e pan fuqinë e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, e cila buronte nga devotshmëria dhe nga modestia e tij, saqë i mori të gjitha masat e nevojshme që të minimizohej derdhja e gjakut maksimalisht, gjë që edhe ndodhi kësaj. Çlirimi i Mekës në Ramazan dëshmon gjithashtu për atë se falja dhe mëshira triumfojnë ndaj hakmarrjes. Ndonë se pejgamberi Allahut alayhi sallam e pati mundësinë e hakmarrjes. Ai u persekutua tmerrësisht nga paria mekase. Ati ju konfiskua pasuria. Ai u rrah, u përgjak. Disa herë i bën atentat për ta vrarë. I u vran familjarët e tij. E shumë padrejtësi tjera, por ai në momentin që hyri si çlirimtar dhe e realizoi misionin e tij, ai e tejkaloi veten. Ai nuk veshi që çështjen ta trajtojë me drejtësi, por me bamirësi, siç edhe Allahu subhanahu wa taala e ka mësuar përmes edukatës kuranore. Prandaj u tha, i mblodhët gjithë dhe ju tha, çfarë mendoni se tani do të veproj unë me ju? Than, ekhun kerim, wa ibnu akhin kerim, ti je një vëlla bujar dhe i biri i një vëllau bujar. Pejgamberi Allahut u tha, idhhabu fa antumut tulaqa, shkoni se gjithë jeni të lirë. Me përjashtim të disa krye kriminaleve që do duhet të trajtoheshin me drejtësi, të cilat i gjykoi me ekzekutim. Përndryshe, popullin e fali, u dha garanca dhe u dha siguri. Këto dy ngjarje, besimtarë nderuar, na japin dy mësime kryesore. E para është se fuqia e imanit është mbi çdo fuqi, dhe këtë na dëshmoi Bedri. Dhe e dyta është fuqia e faljes dhe mëshirës është mbi çdo hakmarrje, dhe këtë na mësoi çlirimi i Mekës. Gjithashtu, nuk mund të mos e përmend edhe një ngjarje tonën kombëtare, e cila bazën e ka fetare, sado që dikush tjetër mundohet ta tjetërsoj. 5 marsi, 6 marsi dhe 7 marsi, siç e dini gjithë, janë datat e epopejës së UÇK-s, kur familja Jasharaj, Allahu i paspranu shahid, edhe i mëshirov, e sakrifikuan veten e tyre për qëllimin më fisnik dhe për idealin më sublim të mos nështrimit ndaj armikut dhe të përkrahjes së të shtypurve, për liri dhe për mbetësi, gjë që pastaj u kurorëzua me pavarësi dhe me liri
edhe shtetërore, edhe kufitare, edhe politike, edhe ekonomike, elhamdulillah. Sakrifica që e bëri Adem Jashari bashku me familjen e tij është shembulli i papërsëritshëm deri më sot në historinë tonë të fundit shqiptare. Madje edhe disa historianë thonë se në të gjithë botën nuk njihet në një rast që e gjithë familja ka rezistuar dhe është sakrifikuar, ndonë se e ka ditur që një gjë e tillë do t'ju ndodh vetëm e vetëm për mos më dorëzuar mikut, edhe me ruaj dinjitetin e tyre. Këtë ka bë familja Jashari. Por edhe më e bukur bëhet kur kjo ka ndodhur në Ramazan. Kur kjo ka ndodhur ata duke qenë agjërushëm. Madje vet Ademi Jashari, komandanti legjendar, kur i kishin thënë disa shokët vet, bashkëluftar ti, i kishin thënë është luftë, o Adem e prishe, disa e kishin prish. Edhe në gjendje lufte, arsyetohesh edhe me prish agjërimin. Kishte thënë dhe këto fjalë kanë hyrë në historinë tonë, nuk më ka Zoti faj pse shkijet kanë hyrë në qafë. Unë dua të jemi mirë me Zotin, se ka prish agjërimin. Pra ka shku, shpresojmë te Allahu shahid, agjërushëm dhe gjithë familja e tij. Tjetër është që disa tjerë tash mundohen me i kap, jo e ka bë këtë gjuna, e ka bë atë gjuna, secili prej nesh jemi gjunaqar. Por fundi njeriu dëshmon se kush ka qenë ai në realitet. Fundi dëshmon se kush ka qenë ai në realitet. Dhe mënyra se si kanë dhënë shpirt ata, kjo dëshmon më së miri se çfarë ka pa Allahu në zemrat e tyre. Dhe kjo dëshmon më së miri se çfarë njerëz të ngritur kanë qenë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse një fund till Allahu s'ja mundson çdo kujt. Vetëm atyre që i zgjedh, vetëm atyre që kanë zemër, vetëm atyre që kanë iman. E lutim Allahun edhe neve më na dhon një fund krenar, faqebardh, edhe të lavdishëm sikurse u ka dhënë familjes Jashari dhe shumë të tjerëve për krah tyre. Pra kjo dëshmon për fetarin, për besimin, për imanin që e kanë pas të parët tanë, edhe bashkohasit tanë të cilët i kanë përjetu këto sakrificat mëdha. E Ramazani na mundson edhe na mëson më së miri se çfarë do të thotë sakrifikosh për Allah. Andaj gjitha këto ngjarje, fetare e kombëtare, tek ne përçojnë mesazhe të qarta. Duhet sakrifikojmë për Allah. Pa sakrificë nuk vije asgjë, asnjë sukses, asnjë mirësi, e mos flasim për xhenetin e Allahut. Huffetil jannatu bil makari. Është rrethuar xheneti me vështirësi, me mundime, me telashe. Prandaj ne gjatë muajit Ramazan agjërojmë, sakrifikojmë, e privojmë veten nga ushqyerja, nga pirja, nga disa nevoja fiziologjike, por t'ia dëshmuar Allahut se ne jemi në gjendje me sakrifiku për ty. E gjithë kjo sakrificë është për ta ngritur devotshmërinë tonë, për ta balancuar shpirtërorën me lëndorën, me truporën, duke qenë se për gjatë 11 muajve ne i japim rëndësi trupit dhe mendjes vazhdimisht e anashkalim shpirtin, vjen Ramazani dhe na rikthen në origjinën e pastër të besimit, edhe e balancon gjendjen tonë. Prandaj jemi në gjendje me sakrifiku, me lënë pe gjonave që kemi shumë nevojë gjatë ditës dhe gjatë natës, vetëm që me e balancu këtë situatë, mi ekuilibru vlerat, mi ekuilibru edhe nevojat tona, siç edhe kanë vepruar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tij dhe gjithë të devotshmët pas tyre. Lutim Allahun e madhërisht me na bëj për besimtarëve të cilët e flasin të vërtetën dhe të sinqertën çdo herë kudo që të jenë, luftën paqe dhe për herë e synojnë arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Mësojnë nga këto ngjarje madhështore, kuranore dhe pejgamberike, por edhe nga ngjarjet tona fisnike kombëtare, e secila prej tyre i ka veçoritë e veta dhe i ka mirësitë e veta. Lutim Allahun që ai të jetë i kënaqur ndaj nesh, të na i falë mëkatet, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që eventualisht i veprojmë në fshehtësi apo në publik, dhe të jemi prej banorëve të xhenetit Firdaus, të na lirojë nga zjarri i xhenemit, nëse jemi meritor për të futur atje, e të na mëshirojë me hyrjen në xhenet, nëse nuk e meritojmë me u fut atje, e padyshim se Allahu e ka mëshirën e madhe, sidomos kur ne nxitojmë drejt Allahut, ai vije drejt nesh me falje dhe me mëshirë e me shpërblimin madhore. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.